Christian Aslani ka luajtur titullar me Interin në 3 ndeshjet e para të grupit në botërorin e klubeve, kjo për shkak të dëmtimit të mesfushërorit Hakan Çalhanoğlu. Mesfushëri kombëtar tashmë ka një mundësi të artë me Zikaltrit për të treguar sa vlen në mungesë të turkut. Hakan Çalhanoğlu do të kthehet në Itali dhe do të presë aty shokët e skuadrës deri në fillimin e stërvitjes verore që të rikthehet në fushë. Mesfushëri turk në fakt ka pasur një problem të ri muskulor në pulpën e djathtë, konkretisht në soleus, në një zonë të ndryshme nga ajo që dëmtoi në finalen e Champions League pothuajse një muaj më parë. Prandaj, duke pasur parasysh frekuencën e lëndimeve gjatë sezonit, stafi mjekësor ka vendosur që të pushojë turkun si masë paraprake. Corriere dello Sport shkruan se qëllimi është që të rikuperohet plotësisht duke shmangur rreziqet e panevojshme pas një sezoni në të cilin Çalhanoğlu nuk arriti kurrë të ruante gjendjen e tij më të mirë fizike.